Nisma për pyllëzimin e kodrave të qytetit e ndërmarrë nga një grup qytetarësh korçar do të zbatohet edhe gjatë këtij viti me synim shtimin e hapësirave të gjelbra dhe përmirësimin e mjedisit. Kjo zonë, një prej shëditoreve më të frekuentuara nga qytetarët në çdo stin, pritet të marrë një tjetër pamje fal mbjelljes së fidanëve të rinj. Është nismë që ne kemi filluar prej kohësh, kemi parë produktin, kemi parë rezultatin. Dhe thirrja vetme është o burra sa më shumë të bëhemi bashkë për t'i dhënë një dorë asaj që është e përbashkëta gjithëve ne të qytetit. Në fillim ka qenë siç ndodh çdo gjë natyrshëm duke u rritur gradualisht derisa ka kulmuar në atë pikë sa ne nuk kemi nevojë tani më edhe të organizohemi. Çdo qytetar që dëshiron të bëhet pjesë e nismës mund të kontribuojë duke marrë pjesë në ditën e mbjelljeve, duke ofruar fidan apo mbështetje logjistike. Çdo lloj kontributi që të mundet, duke filluar që nga puna vullnetare, puna fizike që duhet për procesin e mbjelljes, tek blerja e fidanëve, tek kontributi financiar, çdo gjë e mundshme. Mjafton që të ndihen pjesë e këtij procesi. Aktiviteti pritet të realizohet në fund të këtij muaji, ndërsa më herët është mundësuar edhe ndriçimi i të gjithë segmentit rrugor në këtë zonë, duke i dhënë më shumë siguri dhe hijeshi shëtitores.